Në këtë moment hyrë në operacion, unë nisë për të hyrë për 1 orë dhe përfundova në 9 orë. Po përpara se të hyja, më kujtohet që i them këtij Mikeles, djalit. Anestezistit. Dëgjoj Mikele, ti ke një detyrë të më japësh anestezin dhe të më zgjosh. Se unë duhet të shkoj në Shqipëri, se kam një djalë për të rritur. Ai më thotë që, Nora, ti do bësh aq mirë thotë, sepse gjëja jote është asgjë. E teksa fillova të marrja anestezin, më kujtohet Mirela, këtë dua të ndaj me ty e ndaj për herë të parë, filloi vetja ime të më bëj në 27 Nora. Më duke sikur po futesha në një tunel, po tuneli ishte i thellë, i zi, i thellë, dhe njëra Nor i thoshte hëmbau, tjetra Nor thoshte pritse edhe pak, tjetra Nor pirse edhe pak, dhe shkoja thellë, derisa paç vetëm një pikë, dhe pika ishte një dritë si xixëllim, po nuk kishte lidhje me dritën, aty u fika. Kaq mban mend subkonscienca ime. Nuk ka rëndes më të madhe, se sa kur njerëzit e tu i çon ke bota e përtej me vetën, dhe ti nuk ke mundësi ti mbledhës për të ngrënë bukën e fundit për atë njeri që ti je përcjell. Është trishtimi më i madh njerëzor, dhe është dhimbja më e madhe që ty të ngjelet si peng në jetë, sepse ke dëshirë të japësh bukën e fundit për njeriu që të ka sjellë në jetë. Ishte një dhimbje shumë e fortë. Të sfidosh vdekjen do të thotë kesh forcë për ta jetuar jetën. Unë jam fatmadhe dhe Zoti më do fort, sepse gjithmonë kam menduar pozitivisht dhe shpeshherë kur dëgjoj ndonjërin që thot, "Ua, si e bër", thot, "Moj Nora", thot, "Po të jam bërë rrudha në qafë". O sa i dua këto rrudha sepse kam jetuar. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.